Është vetë Malik ibn Dinari thot, e pyetëm një ditë Hasan al-Basriun, cila është ndëshkimi i alimit, i djetarit? Kale mautul qalb, mi vdek zemra. Ndëshkimi i djetarit, i hoxhës, i davetxhis. Ka thonë mautul qalb, vdekja e zemrës. Kultu, wa ma mautul qalb? Po çka është kjo vdekja e zemrës? Tha, me kërku dunjan me punë të ahiretit. A kuptuat? Me punë të ahiretit ta fitojmë dunjan neje. Korriz dinit, të hana neje. Korriz dinit, fitojna. Selamu alaikum, alaikum selam, ta jep në manet e jafshan. Qështu? Kjo është me kërkue, me jetu në korriz dinit. Rinë gjami safin e parë, ditin, namaznate, dhikër, istikfar, Ramazan tonë e tajnte, tëri sa të të bashtroj, tëri sa të të gjejke forë. E që shkjo është vdekja e zemrës. Allah në rujtë zemrët. Allah në njëllë zemrët. Për këtë prej këtu, prej në defekt, në prej në mator kina problem. E nëse e menagjojmë që këtë, e mjekojmë këtë, bi idhni Allahi Ta'ala, dhe të kemi jetë më të mirë dhe më të mirë dhe të qemi musliman më ndryshe, bi idhni Allahi Ta'ala.